Kushdo që e do peshkimin e di se kërkon shumë durim. Prandaj, kur Denisi, një peshkatar me përvojë prej shumë vitesh, nuk kishte kapur asgjë gjatë gjithë ditës, nuk u mërzit shumë. Ishte thjesht një ditë e ngadalt. Ndonjëherë fiton, ndonjëherë jo. Të paktën kishte shijuar një pasdite të qetë në natyrë. Por papritur, pa asnjë paralajmërim, shkopi i peshkimit u tërhoq fort. Diçka po tërhiqte me forcë të vërtetë. Denisi kishte peshkuar në këto ujëra për vite me radhë dhe kurrë nuk kishte ndjerë diçka të tillë. Sapo pa çfarë kishte në fill, një ndjenjë keqe i pushtoi trupin. Ndoshta duhej ta kishte lënë të ikte. Por para se të vazhdojmë, merrni një sekond për të bërë like, abonohuni në kanal dhe aktivizoni zilen e notifikimeve. Ju merr vetëm një çast, por na ndihmon t'i ndajmë këto histori të pabesueshme me më shumë njerëz si ju. Denisi dhe burri që po peshkonte me të, qëndronin të ngrirë nga tronditja. Nuk u besonin syve. Asnjëri prej tyre nuk kishte nxjerrë ndonjëherë diçka të tillë nga uji. Denisi mendoi ta kthente prap, sepse nuk ishte i sigurt as çfarë ishte, por kureshtja fitoi. Donin ta shikonin më nga afër. Ndërsa u afruan, ajo që kishin kapur filloi të përpëlitej furishëm. Denisi filloi të ndihej i shqetësuar. Ishte gati ta hidhte sërish në ujë, por pikërisht në atë çast vuri re diçka të çuditshme, diçka që e ndali gjithçka. Në momentin që e kuptoi çfarë ishte, i erdhi një nyje në fyt. Syti u mbushën me lot. Pa menduar dy herë, thiri policin. Njerëzit duhej ta dinin këtë. Denisi kishte peshkuar me gjyshin e tij që kur ishte vetëm 5 vjeç, ishte bërë gjëja e preferuar në jetë dhe me kalimin e viteve mendonte se kishte parë gjithçka që deti mund të ofronte. Por kjo ishte ndryshe. Ajo që e bënte edhe më të pabesueshme ishte fakti se gjithçka ndodhi pikërisht në vendin ku ai dhe gjyshi i tij kishin peshkuar gjithmonë. Kishin kapur 10 peshq aty, por asgjë, absolutisht asgjë që t'i afrohej kësaj. Disa ditë më parë, Denisi kishte marrë një mesazh në inbox nga dikush që sapo ishte bashkuar në forumin e peshkimit. Do të kishte preferuar dikë me më shumë përvojë, por askush tjetër nuk i ishte përgjigjur postimit, dhe Denisi nuk donte të dilte vetëm atë ditë. Kështu që, edhe pse kishte dyshime për të marrë një fillestar me vete, mendoi se ja vlente. Planifikoi të takohej me djalin në qytetin fqinj dhe të shkonin në një nga vendet e tij të preferuara për peshkim, një vend që kishte shumë kuptim për të dhe gjyshin e tij. Pas një ore udhtimi, Denisi mbërriti te kafeneja. Sapo hyri brenda, u ndje paksa i çuditshëm. Ulur aty ishte një burr rreth moshës së mesme, me mjekër, i veshur shumë thjesht. "Hej, po të prisja, un jam Dreku. Folëm në forum," tha ai. Diçka tek ai nuk i shkonte. Gjithçka dukej pak e sajuar dhe të themi të drejtën, Dreku nuk dukej as pak si peshkatar. Gjatë bisedës, ai pranoi se nuk kishte shumë përvojë, por tha se donte vërtet të merrej me peshkim. Ndjente sikur ishte diçka që i përkiste. Denisi tha se do t'ja mësonte bazat. Ende nuk i besonte plotësisht, por ndoshta Dreku nuk ishte aq i dyshim sa dukej. Sa po dolën në ujë, Denisi ishte gati të tregonte sa i zoti ishte. Donte ta bënte të qartë se nuk kishte nevojë për ndihmën e askujt, por gjërat nuk shkuan siç i kishte planifikuar. Ishte një katastrofë. Ndërsa Dreku nxirrte peshk pas peshku, Denisi nuk po kapte asgjë, as një peshk të vogël. Ishte e turproshme, ndihej sikur e zhgënjente gjyshin e tij. Papritur, Dreku tha se i duhej urgjent të urinonte. Me që ishin në një vark të vogël druri, nuk kishte banjo, kështu që u detyrua ta bënte nga ana e varkës. Ndërsa ai ishte përpara, Denisi hodhi një sy tek pajisjet e tij. Më shumica dukeshin normale, por disa karma ishin të çuditshëm, ndoshta ky ishte sekreti i fatit të Drekut. Në atë moment, Denisi dëgjoi Drekun duke u kthyer. Pa menduar, mori një nga karmat e çuditshëm dhe e fshehu. Pak më vonë, Dreku nxori edhe një peshk tjetër. Kjo ishte shenja. Denisi ndroi karmin e tij me atë të pazakont. Ndërsa e lidhte, e vështroi më nga afër. Duke i çuditshëm, madje sikur nuk do të funksiononte fare, por Denisi nuk kishte ide se çfarë po vinte. Vetëm pak minuta më vonë, diçka goditi fillin e tij me një forcë të tmerrshme, më fort se ç'kishte ndjer ndonjëherë. Shkopi u përkul nga pesha, duhej të ishte një përndinjtër. Duar dhe krahët filluan t'i dhimbten nga përpjekja. Nuk kishte asnjë ide çfarë kishte kapur, por një gjë ishte e sigurt, nuk po dorëzohej lehtë. Denisi nuk donte ta pranonte, por nuk mund ta nxirrte vetëm. I duhej ndihma e Drekut për të drejtuar varkën dhe për të ndjekur fillin. Dreku reagoi menjëherë, vrapoi drejt timonit. Çuditërisht,
po punonin së bashku si një ekip I vjetër, pas një betejë të gjatë prej 30 minutash me në fund Deniun, dhe ishte tmerrshme. Dreku u trondita aq shumë sa e lëshoi shkopin pa menduar, I kapluar nga paniku, vrapoi drejt timonit dhe u largua me shpejtësi. Pas disa minutash e kuptoi terrorin e vërtet. Denisi nuk ishte më në vark. Duhet të kishte rënë në ujë kur Dreku e lëshoi shkopin. Zemra I rrahej shpejt. U kthye menjëherë prapa, por asnjë shenjë të Denisit nuk kishte. Mendja I shkoi në më të keqen. Vaskos ajo krijese ta kishte marrë. Në momentin që po humte shpresën, pa diçka që lundronte në distancë. Ishte Denisi, e nxori me nxitim nga uji. I lagur dhe I tërbuar, Denisi bërtiti. Si mund të më lije kështu? Por pavarësisht se ç'gjëje, ai sërish donte të kapte krijesën. Ishin shkuar shumë larg për t'u ndalur. Pas pak kërkimi, e pan shkopin e Denisit që lundronte në dallg. E kapën dhe sapo e tërhoqën, filloi të më viste sërish. Përndinshtri ishte sërish aty. Këtë herë u përqendruan dhe punuan së bashku. Pas një betejë të lodhshme për një ore, me në fund Deniun në sipërfaqe. Por në çastin që u afruan, krijesa u çmend. Papritur, ajo ka fshiu Denisin. Jo lehtë, dhimbja ishte e fortë. Të tmerruar, Denisi e hodhi sërish në det. Grehu ishte liruar, ishte zhdukur. Denisi pa krahun e tij, po entete dhe po merrte ngjyrë vjollc. Pas pak çashtesh, ai u rrëzua pa ndjenjë. Dreku thirri menjëherë rojën gretjare. Kur mbërritën, Denisi ishte bërë krejt I zbardh. Nuk kishte kohë për transport me bark. Një helikopter shpëtimi po vinte për të dërguar me urgjencë në spital. Denisi u zgjua në një shtrat spitali. Nën tij shtinte një oficer policie. Krahu I tij dukej krejtësisht normal. "Çfarë ndodhi?" pyeti ai. Oficeri I shpjegoi se kishin hasur në një specie jashtëzakonshme të rrallë peshku, një nga më të helmuesit të regjistruar. Nuk ekzistonte antidot për kafshimin e tij. Atëherë, si kishte mbijetuar? Oficeri I tha se Denisi kishte marrë një transfuzion gjaku nga shoku I tij. Ai transfuzioni kishte shpëtuar jetën. I hutuar, Denisi pyeti se ku ishte Dreku. Oficeri tunde kokën, nuk kishte asnjë Drek, as në spital, as në helikopter. Pastaj I tregoi arsyen të vërtet përse ishte aty. Denisi kishte bërë një zbulim të jashtëzakonshëm. Nuk kishte asnjë mbijetues tjetër nga kafshimi aty peshku. Mediat ishin presin jashtë për një intervistë. Denisi kërkoi pak kohë vetëm, ndërsa vrinte, vuri re një letër poshtë jastëkut në karrige. E hati, ishte nga Dreku. Emri I tij vërtet ishte James. Në letër shpjegonte gjithçka. Ai ishte vllai I humbur prej shumë vitesh të Denisit. Kishte vite që e kërkonte. Prindrit e tyre ishin ndarë kur Denisi ishte vetëm 5 vjeç. Denisi kishte jetuar me gjyshin, ndërsa Jamesi ishte ndetur me nënën. Babai ishte zhdukur nga jeta e tyre. Jamesi e dinte gjithmonë se vllai I tij ishte diku aty e jashtë, dhe kur pa postimin e Denisit në forum, e kuptoi se më në fund e kishte gjetur. Ajo që e di se nuk ishte se donte ta njalle një emër I rem dhe ta takonte për të patur një mundësi për të njohur vllain e tij.